Hikmetja, Moj Lokja Kosovare, Muja e Halili, U plaka unë, U plak Sharkia, janë vetëm disa prej këngëve të rapsodëve të Ambit e Sefës. Muzika atyre ka tekste patriotike, mirë po ata I këndojnë edhe dashurisë. Muzika atyre dikur luan të rol të rëndësishëm, në mungesë të librave, ata përmes këngëve rrëfenin ngjarje historike. Me çka merren tjetër rapsodët e folklorit Bijtë e Sefës, e ndjekim në vazhdim materialin e përgatitur nga kolegu im Florian Halili. Ne në Kosovë nuk jemi të varfër sa I përket muzikës folklorike. Të njohur për këtë muzikë në vendin tonë janë shumë rapsod. Por ajo që të ndalemi është muzika e bijve të Sefës, trashëgimia e saj dhe kultivimi vit pas viti. Ne javën që lan pas ishim në fshatin Mleqan në shtëpinë e Sef Gashit, apo të njohur si Sef Mleqani. Rapsod I dej një folklorit shqip I cili ishte baba I 10 fëmijëve, 8 djem e 2 vajza, ku me kalimin e viteve ai la trashëgim muzikën shqipe tek fëmijët e tij të njohur sot si Bijtë e Sefës. Në fillimin e karrierës së rapsodëve ishin 5 vëllezër që trashëguan muzikën, mirë po fatkeqësisht tani janë vetëm 3. Bijtë e Sefës sot janë shumë falemnderues për emrin dhe famën që gëzojnë tek vendasit. Të dashur e të hapur me adetet e fshatit, na pritën që nga kafja e deri tek shaji. Shaj të burra të fort. Sa për këtë muzikës, baba ko si thash një kontar shumë I mirë, një rapsod shumë I mirë, si thash një pas dhe vënsushëm, edhe na ka një mund neve shumë që të bojmë na të rapsod. Edhe kem post talent, zë jo, mos për post talent s'kesh mujtë me rapsu, por e kemi desht. Si prende kemi desht, konja kemi desht, edhe jemi mundu më shku rrugës tina. Muzika e tyre ishte kryesisht me tekstet patriotike dhe frymëzonte shumë të ri të asaj kohe. Këngët e kënduara ishin ato për heronj nga më të ndryshëm, por ajo që la gjurmë dhe ishte kënga e paharuar e tyre, ishte kënga Hikmetës. Këngën e fundit që e kemi ba, U plaka unë, U plak Sharkia, në ka ba një tekst shumë I njohur, Milajm Islamin që e falenderojmë publikisht, ndërsa melodin e ka ba Isnik Linaku, edhe atë gjithër të aj në ka ba dhe kanë tjera për djep beqës, kështu që disa tona, disa për tjerve, e kemi pa një repertuar që ju ka pëlqy njerëzve. Si ishte mundur që para gjithë atyre viteve të njiheshin e të respektoheshin këta burra së bashku, duke pas parasysh që nuk është se ishin prezent në mediat e atëhershme. Bashkë bone mirë se du me kalzu një farveni shku me një dashëm, shku me një katon, po më doke në pagarushin akon. E ta shemni si adi shumë, njerit, kom. Shka me bon për Brahim e bat, shka me bon, të vallaj s'di, të shpjafru në s'di të dera. Tha si adi emnit, veç ku më ajo adolta, po, shka u bon. Kur dull, thashe, a pe ti ku jem të shkuna me Vigla? Tha po, ku? Tha të filoni, ka të zë edhe emnit të që kam harru, shtu që ka bova ki besa bes, veç emnin ja kemi mojt men se, a kom kemi shku. Përveç temave patriotike në këngë, ata kënduan edhe këngë dashurie. Këngë të dashurisë I kemi këndu, edhe ato I kemi këndu, po në rastet veçanta. Kur kemi qëndu me një shoqi pak matë ngushtë kështu. A një friksu se këngë patriotike kanë me lujtë rarë sa që mundin edhe me u burgosë ose diçka e tillë apo? Kemi pas në edhe ato asi probleme, kemi pas pyetje edhe dënime kemi pas. Muzika e tyre ka luajtur një rol të rëndësishëm se e përket historisë së popullit tonë atë kohë. Në mungesë të librave të historisë, ata ishin që përcollën ngjarjet e rrëfimet për patriot tek njerëzit. Ç'a mendoni jo për këtë muzikë që është ka botën atash? Po ku ndrojnë. Nuk është keq edhe kjo. Duhet të na të shkojmë përpara, po mendojmë shku në Europë. Trive più pëlqen kjo. Ka do të prume janë.
Edhe pse kaluan në moshë të shtyer, me një repertuar afër 800 këngë, dëshira për t'i dëgjuar rapsodët tanë nuk është shuar. Ata ende ftohen e dëgjohen në dasma e ahengje familjare. Imeri dhe Osmani tani kaluan periudhën e punës. Brahimi është ai që ende punon në shkollën e fshatit, e cila për ta ka një rëndësi të veçantë. Në praninë e nxënësve, ai jep lëndën edukatës muzikore. A e do mësuse? Po, shumë e du mësuse. A është i fshi mësusi me juve? Ju as pak. Puna dhe vullneti në këtë shkollë shtohet edhe më shumë, kur emri që mban për Brahimin është i veçantë. Po, Beqirja konë vëllau ju në Bajvogli, kanë qenë pjesëtari ushtrisë, është karal në kufi, të u këthy për armatim ka qenë atje, është dëshmor i popullit, ka kënu më neve, ka qenë nxënës i kësaj shkolle, edhe fshati edhe komuna kanë dhënë pëlqimin, më ngjit emri i tij. Shtëpia e tyre humbi edhe një burr, përballë shkollës fillore në vitin 1998, nga forcat serbe era Xhafer Sev Gashi. Bijtë e Sefës mund të ndihen krenar për emrin dhe trashëgiminë e muzikës, pasi ata arritën ta përcjellin frymën e folklorit edhe tek djemt e nipat e tyre.